Jemi në transmetim të drejt për drejt të breaking, do të ndalemi tek disa nga zhvillimet që lidhen me zonat më të nxehta të konfliktit, çfarë po ndodh në lindjen e mesme, po ashtu mes Rusisë dhe Ukrainës, disa qëndrime të fundit të Trump në lidhje me armët bërthamore, por në nisje do të flasim për çështje të sigurisë në Kosovë. Pak ditë më parë ne përcollëm një lajm për dhunimin dhe marrjen peng të një shtetasi kosovar me kombësi serbe në veri, konkretisht në Leposavić. Ka pasur edhe një reagim, është marrë peng nga Xhandarmeria serbe, ka pasur një reagim të kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti, i cili konfirmoi se në bazë të informacioneve që ka, qytetari serb në Leposavić, që autoritetet thanë se u plagos dhe u rrëmbye nga Xhandarmeria serbe, u sulmua sepse është kundërshtar i politikave dhe regjimit të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić. Një ngjarje kjo e bërë me dije me datë 3 nëntor, sipas policisë së Kosovës, u rrëmbye në territorin kosovar, në brezin kufitar me Serbinë, dhe po ashtu bëhet me dije se sipas dëshmitarëve u transportua më pas në një spital në Nish. Do të shkojmë në këto momente në një lidhje direkte me ekspertin për çështje të sigurisë Xhavit Çala për të diskutuar mbi këtë zhvillim, por edhe të tjera. Profesor, përshëndetje, faleminderit që jeni në breaking. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E kemi përcjellë këtë ngjarje, ndërkohë që unë sapo përmenda edhe mënyrën se si ka reaguar presidenti në detyrë në Kosovë Albin Kurti. Ju si e shihni reagimin e Kurtit, por në fakt edhe çfarë tregon kjo ngjarje që ka ndodhur brenda territorit të Kosovës? Dafina, edhe presidentja, përveç Kurtit, edhe presidentja Osmani ka reaguar për këtë ngjarje. Ngjarja ishte një ngjarje e rëndë. Nuk ishte ngjarja e parë e këtij lloji, sepse pak kohë më përpara, domethënë vitin kaluar ose diçka më tepër, Xhandarmeria serbe rrëmbeu edhe 3 punojës policie të Kosovës. Dhe ditë se si rrodhën ngjarjen, u detyruan pasaj pas disa kohësh ata t'i lirojnë. Në këtë rast kemi të bëjmë me rrëmbimin një shtetasi serb dhe reagimi i presidentit me kombësi serbe, por shtetasi Kosovës. Po, shtetasi Kosovës, po qytetar serb dhe përgjegjësia e shtetit të Kosovës edhe për këtë qytetar do të jetë shumë e lartë. Është shtetasi Kosovës, por me kombësi serbe. Pra, shteti i Kosovës ka për detyrë t'i mbrojë shtetasit e saj, qoftë edhe me kombësi serbe. Dhe reagimi i presidentës dhe i kryeministrit ishte me të vërtetë në kohën e duhur dhe ishte reagim në nivelet më të larta, edhe për t'i dhënë një mesazh edhe komunitetit serb që qeverisja e Kosovës, pra legjislative, ekzekutive, gjithë janë të angazhuar për mbrojtjen edhe për sigurinë e tyre. Ai duket ishte një operacion i mirë menduar, po ti lexosh qoftë intervistat që jepen edhe në Serbi nga avokati apo edhe nga hetimet që po zhvillohen, duket që ka qenë një operacion i mirë menduar, ku janë angazhuar forcat serbe, forcat të maskuara, kanë hyrë në territorin e Kosovës, pra kemi cënim të sovranitetit të Kosovës në këtë rast, dhe kanë rrëmbyer një qytetar, kanë plagosur dhe kanë rrëmbyer. Pra aty ka qenë pjesë e një kombinacioni të tërë, një operacioni, pra dikush e ka ftuar atje, e ka dërguar atje dhe më pas e ka tradhtuar. Paten nga informacionet që kanë rrjedhur nëpër media. Megjithatë, autoritetet kosovare kanë filluar një hetim të hollësishëm, KFOR ka pranuar si ngjarje, sepse reaguesi i parë dhe i drejt për drejt për mbrojtjen e kufirit është Kush duhet të mbajë, cila strukturë mban përgjegjësi për këtë ngjarje që ka ndodhur? Vazhdimisht kanë akuzuar presidentin serb Aleksandar Vučić se mban nën presion serbët në veri të Kosovës, ndërkohë që dhunohet dhe merret peng nga Xhandarmeria serbe pikërisht brenda territorit të Kosovës. Mbi kë bie përgjegjësia? Mbrojtëse institucioni apo forcat që mbrojnë kufirin e Kosovës në bazë të rezolutës 1244 është KFOR-i. Pra, në këtë rast KFOR-i është prononcuar dhe thotë që po vazhdojnë hetimet dhe po bashkëpunon ngushtësisht me autoritetet policore kosovare. Kjo është, pastaj ngjarja do të sqarohet dhe interesante është Dafina sepse kjo ndodhi pak kohë pas zgjedhjeve. Duket që siç e lidh edhe kryeministri Kurti që lidh diçka me pozicionin politik të viktimës në këtë rast të cënuarit, pra ai ka qenë një kundërshtar i hapur i Radojčićit, pra atij që ishte organizatori dhe udhëheqësi i sulmit në Banjsk. Pra kemi përsëri që strukturat serbe një kundërshtar politik i presidentit serb Aleksandar Vučić.
Po, një Benjamin i tij. Pra presidenti serb në këtë rast duket nëpërmjet lidhjeve të tij duket i përfshirë në këtë skandal. Autoritetet kosovare do ta ngrenë zërin edhe në aspektin ndërkombëtar, pra duke kërkuar edhe ndërhyrjen edhe të partnerëve që janë partnerëve tanë, por që janë të dëgjueshëm edhe në Serbi. Pra, duhet të interesohen për shëndetin dhe për gjendjen e qytetarit e shtetasit të Kosovës. Pra, do të kërkojnë strukturave që të informohen për gjendjen e tij dhe për situatën. Pra, në këtë duhet kanale komunikimi të drejtpërdrejta në mënyrë që edhe të tërforta në mënyrë që të zgjidhet statusi i këtij personi, pra gjendja e tij dhe arsyet e kësaj ngjarje. Nga ana e autoritetet serbe deri tash nuk ka patur asnjë deklarim zyrtar, domethënë kjo mund të thotë që ata mund të përpiqen ta mbulojnë ngjarjen, mund të ketë qenë një veprim i tyre për ta larguar pak vëmendjen, për të bërë një provokim në Kosovë, për ta larguar pak vëmendjen nga presioni i lëvizjes studentore atje. Ne njohim vetëm këtë aspekt, po mund të ketë qenë një ngjarje që mund të ketë pas edhe fragmente tjera të cilët janë të panjohura ose nuk kanë ecur sipas planit të parashikuar. Pra mundohem edhe para shpjegimeve të tjera. Pra unë e gjykoj që në këtë rast autoritetet kosovare kanë reaguar në kohë, KFOR-i ka reaguar dhe do të kërkohet bashkëpunimi edhe me institucionet ndërkombëtare për ta detyruar Serbinë që t'japë informacionin e duhur dhe të përcaktoj statusin e shtetasit të Kosovës. Pra ai është i arrestuar, në çfarë statusi ai është dhe për çfarë akuzohet. Dhe duhet të sqarohet plotësisht nëse është cënuar, sepse thuhet që ka qenë në pjesën e territorit të Shqipërisë, por nuk është të Kosovës, por nuk është dhënë akoma, domethënë që të jetë një deklaratë pa ekuivoke për këtë, sepse nëse do të verifikohet plotësisht ajo, pastaj do të kalojë në nivele tjera angazhimi i shtetit të Kosovës. Do të kalojmë në zhvillime të tjera, sigurisht në vëmendje është edhe situata mes Rusisë dhe Ukrainës, qëndrimet e presidentit amerikan Trump. Një zhvillim i fundit të profesor ka të bëjë me mbërritjen e kryeministrit të Hungarisë Orban, pikërisht në këto momente po zhvillon një takim në shtëpinë e bardhë me presidentin amerikan Trump. Ishte paralajmëruar edhe gjatë ditës se do të kishte një takim mes tyre. Këshilltarët e kryeministrit të ekstremit të djathtë të Hungarisë pretendojnë se mund të ndihmojnë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. I ka kërkuar në fakt të tërhiqet nga sanksionet që ka bërë në lidhje me kompanitë e naftës. Do t'i diskutojmë gjërësisht edhe mundësitë që në vlerësimin tuaj do t'jenë për arritjen e një marrëveshje, sa mund të ndikojë Orban pikërisht në arritjen e një marrëveshje, armpushim si fillim, por më pas edhe për përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Cilat janë pritshmëritë që u keni? Sa mund të ndikojë kryeministri hungarez i ekstremit të djathtë? Unë nuk mendoj se kryeministri hungarez mund të ndikojë ose mund të japë një kontribut esencial në këtë konflikt, domethënë. Pozicioni i tij në fakt është një pozicion që për shkak të edhe të nevojave të tij për furnizime me naftë, me gaz nga Rusia, ai është përpjekur që të rrojë një pozicion midis Bashkimit Evropian dhe Moskës. Por në fakt ka qenë një delfin i Moskës. Ai është përpjekur në çdo detaj ta sabotojë mbështetjen europiane për Ukrainën, është përpjekur në çdo detaj të vejë vetë aty ku ka patur mundësi. Pra ka qenë një më shumë në këndvështrimin tim më shumë ai ka shërbyer Rusisë se sa i ka shërbyer në këtë rast Europës dhe Ukrainës. Kështu që unë nuk mendoj që ai mund të japi një kontribut në këtë rast. Dihen edhe raportet e tyre edhe me presidentin Zelenski, pra edhe akuzat e ndërsjella që kanë pasur për njëri tjetrin. Ndërkohë që ai nga ana e tij përpiqet që të japi të vazhdoj furnizimin, pra dhe t'i rezistoj, ai më shumë ka interes që t'i rezistoj presionit amerikan për të mos vendosur sanksione ndaj Rusisë, pra që ai të vazhdoj të marrë furnizim nga Rusia. Ai ka synimin kryesor, ai këtë ka. Ai qartë. Dhe unë nëse do të shohim mund të marrë një rol të rëndësishëm për arritjen e një marrëveshje fillimisht armpushimi edhe më pas për përfundimin e luftës.
nuk besoj. Faktën unë nuk mendoj që ai i ka kapacitetet apo kredencialet për të avancuar në këtë drejtim. Nuk mendoj, paktën qofsha i gabuar, domethënë, po synimi i tij është zgjidhja e problemit të presionit amerikan për të vendosur sanksione. Ai në asnjë rast nuk ju bashkua sanksioneve europiane dhe amerikane për naftën ruse. Pra, ai synimi i tij kryesor në këtë, amerikanët kanë këmbgulur që ai duhet ta bëjë këtë, por ai synimi i tij kryesor në këtë rast është këtë. Do thoni ju që pat një dakordsi në fillim në telefonatën që bëri në telefonatën e fundit të presidentit Trump me presidentin Putin u fiksua si një takim i mundshëm në Budapest, por ai takim nuk u realizuar, dështoi dihet, nuk janë fajet e Orbanit për atë takim, por duket të dy palët deshen që në një farë mënyrë të arrisë kredencialet e këtij dhe autoritetin e Orbanit në raportet edhe Amerikë-Rusi, por edhe brenda Bashkimit Evropian. Nëse do t'i kthemi pak, domethënë, ka pasur përpjekje të Trump, kanë pasur në fakt takim me Putin, disa biseda telefonike, nuk u realizua takimi fundit që ishte lançuar në Budapest, ndërkohë që sot në këtë bisedë Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë se mund të ketë një tjetër takim me Putin, por unë dua të sjell në vëmendje një tjetër deklaratë të fundit të Trump që ka shkaktuar në fakt jo pak tronditje në lidhje me testet bërthamore. Nuk kanë kaluar në fakt edhe pa u ndier apo pa u përcjell fort nga Moska zyrtare deklaratat e Trump për rinisjen e testeve bërthamore nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mund të shkatrojmë botën 150 herë, tha ndër të tjera Trump. Do ta ndjekim shkurtimisht dhe më pas kthehemi në studio për të ndalur tek ky zhvillim. Rusia i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të qartësojnë ato që i cilësoi si sinjale kontradiktore lidhur me rinisjen e testimeve bërthamore, duke thënë se një hap i tillë do të nxiste përgjigje nga Rusia dhe shtetet të tjera. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi ushtrinë që menjëherë të rinisë procesin për testimin e armëve bërthamore. Megjithatë, ai nuk e bëri të qartë nëse bëhej fjalë për testime të raketave me kapacitet bërthamor apo rinisjen e testimeve që përfshin edhe shpërthime të bombave bërthamore. Të dyja vendet nuk kanë kryer për më shumë se 3 dekada testime me shpërthime. Nëse bëhet fjalë për këtë të fundit, do të krijonte dinamika negative dhe do të nxiste shtetet e tjera që të ndërmerrnin hapa si kundërpërgjigje, përfshirë Rusinë, tha zëdhënësia e Ministrisë Jashtme ruse Maria Zakharova. Për momentin ne vërejmë se sinjalet që vijnë nga Washingtoni, që po shkaktojnë shqetësim të justifikueshëm në të gjitha anët e botës, mbeten kontradiktore dhe sigurisht duhet të qartësohet kjo çështje, tha ajo. Duke përmendur mungesën e qartësisë rreth planeve amerikane, presidenti rus Vladimir Putin të mërkurën udhëzoi zyrtarët e lartë që të përgatisnin propozime që Rusia të zhvillojë një testim të mundshëm bërthamor në përgjigje të çdo testimi amerikan. Rusia dhe SBA kanë arsenalet më të mëdha bërthamore në botë. Traktati i fundit që ka mbetur mes Washingtonit dhe Moskës, që kufizon numrin e kokave strategjike bërthamore në të dy anët, pritet të skadojë për 3 muaj. Putin ka propozuar që të dyja palët të vazhdojnë të respektojnë kufitë e traktatit edhe për një vit tjetër, por Trump nuk është përgjigjur ende zyrtarisht ndaj kësaj ideje. Pas kësaj deklarate të Trump, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, profesor Shala, nisin vërtet testet bërthamore, çfarë kundërpërgjigje apo reagimi pritet nga Rusia, pse jo edhe nga Kina? Vina ka në historikën e armëve bërthamore nifen 2 faza. Faza para është kur u shpikën dhe u përdorën dhe u krijua i quajturi klubi bërthamor. Pra shtetet që zotrojnë, 5 shtetet kryesore që zotrojnë fillimisht armët bërthamore. Të gjithë armët bërthamore faktikisht ka një të vërtetë se gjitha palët e kanë pranuar, edhe në atë kohë që armët bërthamore përdorimi armët bërthamore do të jep avantazh nëse i përdor i pari, sepse më pas mund të kesh pasoja tjera. Domethënë, mbajtja e armëve bërthamore është për të mos i përdorur. Pra, ato janë të rëndësishme duke mos i përdorur, pra duke u deklaruar. Janë të pamenduara në momentin që i bën? Jo, nuk janë të pamenduar. Desha ta vazhdoj pak logjikën e dalë të kjo që thoni ju. Faza 2 pastaj është pas viteve, pas luftës ftohtë ku kemi një zbehje të kësaj të përdorimit apo të garës bërthamore. Ndërsa tashmë duket se bota po hyn në një fazë të tretë.
Dhe kjo fazë e tretë po i rikthehet paktën deri tani në kuadrin e zhargonit apo në kuadrin e propagandës dhe të fjalëve, po i kthehet retorikës edhe mund të kthehemi në periudhën e tretë bërthamore. Unë nuk mendoj që presidenti Trump në këtë rast është nismëtari i kësaj. Presidenti Trump ka informacione nga inteligjenca e tij që ka informacione që edhe Kina, edhe Rusia kanë zhvilluar teste bërthamore. Pavarësisht Shtetet Bashkuara kanë patur një moratorium 30 vjeçar për përdorimin e armëve bërthamore, pra nuk i kanë përdorur për 30 vite, ndonse me traktat ato këto po themi provat bërthamore nuk i kanë përdorur, por mundet që duke patur informacion, presidenti Trump udhëzoi bile ishte në vizitë në Kore, kur ai dhe ishte përpara takimit me presidentin Xi, kur ai urdhëroi përdorimin e testeve bërthamore. Normalisht edhe ai e kalon pak evazive këtë, domethënë bëhet fjalë për raketat si shtatë edhe ju në sinkron, bëhet fjalë për raketat me mbushje bërthamore, po bëhet fjalë për provat bërthamore. Pra, gjithsesi i pari që ka hapur lojën në këtë fazë të tretë, ka qenë presidenti Putin. Apo ka pasur deri tani reagime nga Kina, India apo edhe shtetet të tjera që kanë potencial? Gjitha palet po e shohin tashmë që retorika për përdorimin e armëve bërthamore është kthyer në një problem pjesë e zhargonit të ditës gati. Domethënë Putini apo entourazhi i tij her pas here përmendin këtë që ne kemi zotojmë armë për të mbile është pjesë e kulturës tyre strategjisë që ata mendojnë që nëpërmjet arsenalit bërthamor mund të zgjidhin çështjet e tyre të sigurisë. Por përgjigjja presidenti Trump në këtë rast ishte, unë gjykoj që ishte një përgjigje për ta frenuar pikërisht këtë, pra që ju keni po dhe ne kemi, dhe nëse palet në këtë rast duan të neutralizojnë njëra tjetrën, duhet ulen përsëri për një traktat të ri bërthamor, domethënë. Dhe kjo mund të arrijë. Apo e tensionon edhe më shumë? Shiko, në marrëdhënie ndërkombëtare kështu funksionon, nëse njëra palë kërcënon tjetrin nuk mund të rrijë, pa ju përgjigjur me të njëjtën monedhë, pra nëse ai kërcënon me armë bërthamore, ai bëri testimin e Burevestnik, që është një raketë me mbushje bërthamore, por që punon me energji bërthamore, po e themi më thjesht. Pra, në një farë mënyrë për ta prodhuar këtë janë bërë prova, pra që mund të quhen në miniaturë, janë bërë prova, janë bërë shpërthime të kontrolluara etj. Pra, edhe presidenti Trump nga kjo niset që thotë që është edhe Kina edhe Rusia kanë bërë prova bërthamore. Pra, për këtë arsye edhe ai thotë edhe Amerika nuk do ngelet pas. Kjo do të bëjë të tre fuqit që të gjejnë një gjuhë tjetër, komunikimi dhe tulet parë një vendim tjetër. Nëse më përpara ka marrë Rusia bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Sovjetik se bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, tash do të jetë një tavolinë treshe kryesore, pra Kina, Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra për një traktat të ri bërthamor apo për ndryshim të duhur në traktatet më të qartë. Dhe vijojnë profesor të dalin të dhëna nga takimi i fundit mes kryeministrit hungarez dhe Putin, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky fundit ka dhënë edhe një sqarim sepse anulloi takimin e fundit të njoftuar me Putin në Budapest. Sipas tij Putin nuk do që të ndalet. Pati një paket, si kundër ne do të diskutojmë pas pak për Gazën, për lindjen e mesme, armëpushim edhe më pas për të rikthyer normalitetin në Gaza e pse jo për të shkuar drejt njohjes reciproke të dyja shteteve. Pse nuk po arrin Trump të bëjë një paket të ndikojë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës? Në të vërtetë presidenti Trump i ka bërë gjitha përpjekjet. Ai ka qenë, domethënë, në fillim dha vetes një pozicionin e një arbitri dhe po ketë parasysh raportet me Ukrainën me presidentin Zelenski, takimin në Shtëpinë e Bardhë, kur ai në një farë mënyrë mbajti një qëllim kritik dhe apo elogjet e vazhdueshme që ai bëri president punë, pra duke mbajtur veten në pushtet e një negociatori të paanshëm, por që edhe kjo dhe qëndrime tjera, sidomos në rastin e takimit të Alaskës, kur ai i dha shumë kredibilitet presidentit Putin, ajo pritje, pra më shumë fitoi presidenti Putin se sa edhe aq sa fitoi presidenti Putin, aq humbi Amerika dhe
Shtetet Bashkuara dhe Europa në këtë. Pra, ai konsumoi gjitha rrugët e mundshme dhe nuk po arrin dot. Ktu është interesante. Dhe kjo bëri që ai t'i kthej sankcione, ato që pa të premtuar. Faktikisht presidenti Trump pa të premtuar sa herë, nëse kjo nuk bëhet të bëjë sanksione. Do t'japi një efekt sanksionet në tërheqjen e Putin, uljen e tij në negociata? Absolutisht që, shiko, sankcionet kanë një diçka. Nuk është se japin një efekt sot për nesër. Bile, vetë presidenti Trump në një pyetje që u bën nga gazetarë që rusët mendojnë që nuk i u bën gjë sanksionet, do të bisedojmë thot pas 6 muajsh, sepse presidenti Trump është mjeshtër i tyre dhe e din pasojat ekonomike që mund të ketë. Dhe në Rusi po ndihen pasojat, jo vetëm të kësaj që filluan në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe këto sankcione që janë vendosur deri tani kanë filluar të japin rezultat. Por kjo janë të ndërtuar edhe me sulmet ukrainase ndaj sulmet ukrainase ndaj tubacioneve të naftës, instalimeve të naftës, të gazit apo të tjera. Pra, në këtë rast bëhet fjalë që është dëmtuar rreth 20% e kapacitetit prodhues dhe transportues dhe përpunues të Rusisë, dhe kjo nuk është pak. Dhe kriza po duket tashmë edhe në popullin rus. Unë do të kësaj përpjekje të presidentit Trump për një anpushim duket Europa po i përgjigjet me një plan 12 pikësh. Nuk e di nëse e keni trajtuar, po mund ta trajtojmë një plan 12 pikësh të hartuar me sa duket nga Finlanda. Finlanda ka një eksperiencë në raport me Rusinë, sepse ka qenë e pushtuar rreth 100 vite nga Rusia, por kanë patur një luftë. Po, dhe ky plan i Bashkimit Evropian a shkon në linjë me propozimet e deritanishme të Trump? Sepse her pas here nuk janë parë në dakordsi për mënyrën se si mund të zgjidhet dhe të përfundojë kjo luftë. Po. Ai është një model interesant, një model që ka marrë diçka edhe nga plani i Gazës, nga plani 20 pikësh i Gazës. Pra, edhe ky në thelb kërkon të angazhojë presidentin Trump si drejtues i një këshilli paqeje. Pra, një këshilli paqe për anpushimin. Pra, kemi një rikthim përsëri të anpushimi dhe bisedimet pastaj dhe elemente tjerë të sigurisë. Nga ky plan nuk janë të kënaqur në fakt edhe disa shtete evropiane, sepse në farë mënyrë ka disa pika ai që ngrin konfliktin dhe vendosin nga pikat e saj vendos se si do të ndiqet se si do qeverisen zonat e pushtuara. Pra në një farë mënyrë po shkon drejt njëjës se zonat e pushtuara. Me këtë nuk do bjerë dakord as Ukraina, po gjithsesi Europa po tregon shumë aktive, përveç sankcione, përveç aty, po edhe diplomacia, sepse tashmë lufta ka kaluar kriza e Ukrainës ka kaluar në 3 nivele. Në këndvështrimin e parë lufta në front, përpjekjet e ruse për ta marrë Pokrovskin, një nyje strategjike, dhe përpjekjet e Ukrainase për ta mbajtur këtë, pra synimet në pjesa e dytë është lufta që bëjnë të dy palët në territorin në thellësi të territorit të njëri tjetrit, pra nëpërmjet dronëve, nëpërmjet raketave tjera, dhe në niveli i tretë është në nivelin diplomatik, synimi për të arritur një bisedim me paqe etj. Po, jemi në fund të minutazhit dhe në zonën tjetër të konfliktit në lindjen e mesme vijon dorëzimi i trupave konkretisht të pengjeve të mbajtur në Gaza. Hamasi ka dorëzuar edhe së fundmi një trup, mbeten edhe 6 të tjerë sipas informacioneve. Ndërkohë, plani me 20 pika sa po funksionon në lindjen e mesme në vlerësimin tuaj? Në këndvështrimin tim plani në masën 100%, po plani po mbi 95% po funksionon. Por do të kemi faza parë pothuajse po përmbyllet. Ju vetë përmendet që janë edhe 4 apo 5 trupa ose 6 trupa gjithsej për të dorëzuar. Pra përmbyllet faza e parë. Pra, do të ka patur raste që shkeljes së anpushimit, pse? Sepse Izraeli është kundërpërgjigjur disa raste kur segment caktuar të Hamasit apo të organizatave tjera që mund të janë nuk e njohin komandën e tyre, kanë reaguar. Gjithsesi, paqja është ruajtur ky anpushim. Tu problemi është vendosja e forcës shumë do t'i dorëzojë armët, do të tërhiqet, do të jetë pjesë e qeverisë së re. Hamasi është
do dali totalisht nga loja politike. Kjo është vendosur nga Hamasi, do dorëzoj armët dhe kjo është pjesë e marrëveshjes, domethënë. Nuk diskutohet. Dhe ku do të shkojnë terroristët, antarët e organizatës terroriste Hamas? Antarë janë menduar edhe ku do të shkojnë, ata që do të pranojnë të qëndrojnë dhe të rehabilitohen dhe të demilitarizohen apo të deradikalizohen, do rrinë aty ku janë dhe do ketë një amnisti për ata në farë mënyre. Kurse ata që nuk duan do lejohen kanale të hapura që këta të shkojnë në vendet tjera të arabe. Pra janë menduar të gjitha këto hollësi. Ideja këtu është që sa më shpejt të krijohet, të filloj mirë faza 2, se thuhet që ka filluar faza 2, po faza 2 do të fillojë me çarmatimin. Çarmatimi do të fillojë pasi të krijohet kjo forca e sigurisë, pra kjo forca ndërkombëtare e sigurisë, ndërkohë që Izraeli po përpiqet ta shtyjë, po bën negociata apo po lobon në Shtetet Bashkuara të Amerikës që Turqia mos ketë prezencë dhe të mos jetë aktive, sepse vetëm shtet me cilin Izraeli e ndjen veten që do ketë rezistencë në planet e tij në të ardhmen është përfshirja e Turqisë në Gaza, pra në rindërtimin e Gazës dhe në forcën e sigurisë të Gazës. Gjithashtu presidenti Trump e ka të qartë që pa Turqinë në Gaza, pa Turqinë si një nga garantuesit e paqes, paqja në Gaza do të jetë shumë e cënueshme. Profesor, shumë kënaqësi t'u kisha në këtë komunikim. Faleminderit për kohën. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi në pjesën e fundit me të tjera zhvillime.